Radha është për të na u bashkuar i ftuar jonë për këtë emision, për emisionin Vikend. Po të ecni në përçarshinë e vjetër të Shkupit, do të takoni një njeri i cili i merr gjërat apo pamjet më të bukura të qarshisë së Shkupit. Ai njeri është i palodhshëm, çdo herë mundohet që më të mirën ta pikturon. Për shkak se vetë qarshia e Shkupit është pikturë në vete. E kush profesori Imer Bajrami. Prof, mirë se erdhi. Mirë, mësio gjitha. Si ka lutë? Si jemi. Mirë. Të largum sot prej këtë vikend prej qarshisë, por do t'jetë e bukura për shkak se ta shohim se cila është ajo shija e të gjithë atyre turistëve që vinë në për qarshi. Ju faleminderit. Urdhoni. Prof, si ka lutë? Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Mirë. Një vikendi ju i si është? Po, i zakonshëm ose jo i zakonshëm? Vikendi është me plot njerëzi, me plot turista, me plot emocionet ndryshme, me kontakte me njerëzit të huaj, ashtu. Të fillojmë nga jo, cili ishte ai inspirimi që fillove t'jesh një njeri ku me të vërtetë çdo herë kur flasim për qarshin, përmendet edhe emri juaj. Po shif, unë pikës pari kisha dashur të them se në qarshi jam prej viteve 79. Do thot ato rrugicat edhe të ndryshme. Jam shoqëruar, do thot, me arsimtarin tim, Femiun, të cilin e përshëndes. Do thot, ka marrë pjesë të qarshijes. Edhe më kujtohet e di se viteve 79, si ka qenë qarshia, dhe si o sot 2025. Do thot, bëj një krahasim ashtu. Ju e keni pat atë privilegj, ndoshta që çdo herë ta shihni atë ecurinë dhe ndryshimin e qarshisë. Ndryshimi i qarshisë, si të them, ka ndryshuar shumë. Në thonë, në mënyrë kështu drastike, si të them. Viteve 80-ta, 79-80-ta, filloj të shkëputën disa pjesë të arkitekturës. Të vjetër të ndërtohen të reja. Pas e viteve 90-ta, filluan prapë të hekën disa gurzi, disa kaldërma, në thonë hupën disa forma dhe gjurma, po mos të përmendim edhe urën e gurit. Po unë kam qenë, do thot, prezent çdo herë në ato momente ku atë të vjetrën e kam marrë si sekuencë edhe e kam nxjerr në pikturë, se piktura do më thonë do tjetë. Ato prishën edhe mos të nëshat atë pjesën e vjetët të qarshijes. A cili ishte ai momenti ku e vendose se të jem në qarshi dhe ta pikturoj qarshin? Unë për vete, thamë qarshia është një pikturë në vete. Çdo herë, sa herë që e shikon ndonjë pjesë, ka atë pamjen e vetë, ta jep atë pamjen e bukur. Shif, kush është i Shkupit, e di. Mos me dal një ditë në qarshi të vjetër, do thot ka kalon diçka të zbrast, pa dal sot një ditë të shohet qarshien. Edhe une, si të tjerë, do thot, më kam betë, do thot, pjesët e qarshies janë pjesë e jona që duhet të shien ka vlerë. Kemi hamame të ndryshme, kemi bezestenet të ndryshme, ku duhet të vizitohen ato, galerit të ndryshme kemi, ka njerëzi që si ditë ato ende. Pa ato duhen të vizitohen, të shifën se çfarë arkitekture ka qenë, si kanë qenë, çka ka qenë për ndërtuar tu, e tjerë. Kemi piktura që janë të viteve 79-80. Kjo është një pikturë e vitit 79. Po. Xhamia e Murat Pashës o lartë, po nuk ka qenë e ndërtuar. Po. Kjo pjesa. Do të thonë, pas vitit 79 filloi të ndërtohet kjo. Po. Se ka qenë e kputur. Ashtu. Po s'ka qenë. Pas vitit 79 kjo filloi të ndërtohet. Do thotë, punimet e mia kanë qenë këta.
do të thonë vitet 79-ta. Ju e keni kapat pjesën kur ka qenë në gjendje xhamia. Këtë pjesë e kum kap prej pjesa e ambulancës ku. Ashtu. Pjesën e ambulancës aty jam ul me atë arsimtarin tim edhe kemi vizatuar atë pjesë. Më kujtohet si sot. Ashtu. Këto e në klasën e 8 e kom punu. Po. Po në atë vit është kjo. Edhe kjo këto. Do të thonë kjo është viteve 80-ta. Po. Dikon. Këto janë viteve 80-ta. Këto vetëm i mora si ti shifni se si po këto janë këto pjesë të tash, do të thonë para disa viteve këto janë të punuara. Shumë turista, shumë e shoh që ndalen tek ju. Cili është ai ato pyetjet e para, ato interesimet e para që ju pjesin dhe cili është interesimi i tyre? Qarshia e Shkupit është një ndër qarshit më të vjetra në Ballkan. Edhe s'besoj që ka dikun në Ballkan është gjërësi të madhe si qarshia e Shkupit. Do thot kam takuar unë njerëzi shkrimtar, artista, do thonë frymëzimin që e kanë marrë në qarshi të Shkupit. Do thonë e kanë marrë në frymëzim të Kalajës, e kemi përballë. E kemi Urën e Gurit, që është një arkitekturë fantastike. Po. Si them, turistët e parë që vinë të thotë, ka të ndryshëm tash. Sigurisht. Por, thotë, s'kemi pa, thotë, këto, thotë, në Shkup, thotë, vetëm ti, thotë, për i vetë me thotë i, thotë, qka piktoran. Po, jo afrojën, diçka të vogël, simbolike, ju afroj turistëve që ta kenë një dhuratë nga Shkupi, ose një pjesë të qarshisë të Shkupit. Ju intereson dhe njerë, prof, të thonë që duhet ta kemi këtë pjesë të qarshisë ose këtë pjesë të Shkupit. Jopin ato propozimet e veta, ato përshtypjet e veta që i kanë? Unë kam ra çdo herë në biseda kështu, me turistë të ndryshëm, nga vendet të ndryshme të botës. Po thot ne jemi të habitur se si qenë ka Shkupi. Qarshia e vjetër, as që i kemi mendu, thot se kështu, thot. Fantastiko është dishka. Fantastiko është dishka. Po njerëzit nuk e din që jetë këtu. Nuk e din se çfarë bukuria është qarshia. Nuk ja din vlerën, ndoshta. Vlerën s'ja din. Ai që jeton aty, ai s'ja di vlerën. E para çka unë i marr, i vizatoj këto pjesët që t'i ruajmë. Këto. Dhe një dhuratë, një turistit, një shokut, një mikut jap që ta kese. Se vjen duke u dëmtuar, po e shoh, qarshia po ndryshon. Çdo ditë po ndryshon qarshia. E vjetër. Duhet ta ruajmë në qarshia. Unë dalëm shumë te turistët, por njerëz tonë, populli jonë, sa janë të interesuar, prof? Kanë interes tek të një pikturë që t'i ngelet në shtëpinë e tij. Në galerinë e vetë, të shtëpinë. Po shif, të them të drejtën, pak kemi ashtu. Të interesuar. Po, pak kemi të interesuar ashtu, po ndonjëherë jap edhe dhuratëm. Vetëm merre që ta kish në shtëpi. Ta kish atë këndin e dhomës, ta zbukuron. Sigurisht. Po duhet pak, të them të drejtën, duhet të kemi pak edhe një kulturë të artit. Patjetër, ajo është. Jo çdo kush e shijon, do thotë. Jo çdo kush e shijon. Ai vetëm ata që kanë shpirt. Se unë po shoh nëpër shtëpiat, po marrim punime të gatshme. Punime të gatshme po marrim. Duhet vlerësohet puna jonë. Domethënë me dorë. Patjetër. Sigurisht. Nxënësit, për shkak se jeni edhe mësimdhënës, nxënësit janë të interesuar ndonjëherë, prof, të them se prof po nga e merr inspirimin që ti jesh për njerëz, ti çdo herë të bësh diçka më të mirën të qarshisë. Unë të them drejtën, unë çdo herë në klasë kur i marr edhe ngjyrat.
Po, edhe vizatimet e vizatoj në klasë, që ti motivoj nxënësit. Se tash po e shohim krejt se si ka ardhur koha e kompjuterave, e internetit e sende, do thonë humbin ato vlerat e artit. Pra çka unë i marr në klasë, kur më shohin mua duke vizatu, ndoshta motivon ato, po s'kemi shumë ashtu nxënës, po ka disa. Neve në gjimnaz, do të thonë, çdo vjet bëhemi nga një ekspozit të vogël, shumë bukur, jashtë në korridor, prej nxënësve që kanë talenta tash. S'kan këtë talenta, po dikush ja prin, do thotë, që ka talent. Tash nëse së një bojna të gjithë piktor. Po prap se prap, duhet. Ora e artit është orë kreative. Nxënësi të shumë shpejt thotë shkoj, thotë ora e artit. Po shkon, se është kreative. Shkon, duke vizatu, me ngjyra, shkon ora. Po. Cilët më tepër vetë ju i preferoni, prof, që të vizatoni? Cilin stil më tepër të thë? Si them, në shkollë ne kemi një plan programe, Sigurisht. Po ndonjëherë dalim edhe jashtë plan programit, të shohim nxënësit se çfarë mundën çfarë vizioni kanë, do thotë, për art. Art design, art përgjithshëm. Unë ndonjëherë t'ju jap të përgjithshëm. Çka mendoni ju për artin? Si do ta konceptoni një formë të një elementi, ose të një logo, ose të një sendi diçka? Ta shatorin edhe mendon, lirisht punoni. Edhe ka disa nxënësi japin disa ideja të mira. Po, japin disa ideja. Po në kishti do thotë që kështu duhet të punohet. Kemi tema që duhet të punohet Shkupi vjetër, ku jetojmi, se është Shkupi është historinë vetë. Historinë vetë është Shkupi. Megjithatë çarshia e vjetër, prej urës Gurit e Këndej është fantastik është. Njerëzit duhen ta shijojnë, nuk e shijojnë ende. Ende nuk e kanë shijuar. Sigurisht. Cilët momentet kanë lënë më tepër për shtypje, prof, që duke pikturu diçka që ndoshta ke thënë me veten tënde se po edhe një herë do ta kish pikturu. Jo, unë kështu kisha thonë, s'po du një ditë ta humbi, pa mos me dalë në çarshi. Sa e bukur kjo. Po kupton e? Po. Nuk po du me humb me çu kohën ashtu të lirë, të zbraz, pa dalë në çarshi. Ose një vizatim të jap 2-3 vija, ose një kafe ta pi. Shof ndonjëherë që shoqërojnë edhe shoqëria ti, prof. Duke pikturuar apo duke vizatuar, ke edhe shok të cilët vinë edhe bisedojnë, sigurisht për ato të mirat edhe të këqijat, por e keni një bisedë, e shoh që e keni një bisedë grohtë, i ke shokët edhe ati për rreth. Qoftë edhe pinje dhe një kafe. Është e vërtetë, se ate kam pikë qendrën. Unë ku jam aty, për i vendos, do më thonë është zemra e çarshisë. Edhe ajo vend kalim aty, ku kalojnë, do më thonë, njerëzit shokët e tonë, edhe vjen, jo një muhabet, jo një lap, a bën një kafe, çfarë turista sot erdhen, si erdhen turistat, shkëmbejmë kështu mendime të ndryshëm. Do thotë, e kanë atë vendin aty. Ose shembull, kur takojnë në shok, ku do të takohen sot, do të takohen atë ai piktori ku piktorike, që ti do ta kena ta i rruga aty. Ati është edhe si vendi i takimit ndoshta. Po. Ati ku pikturohet. Ashtu. Po jo, unë vetëm do ishta kështu, nuk do të thotë vetëm unë që jam aty. Shembull në Paris unë kam punuar në Montmartre. Do thotë të gjithë kafet ku janë aty, rreth kafeve, do të thonë të gjithë piktorët janë aty. Edhe asnjë farë problemi s'krijohet aty. Ka edhe vend. Edhe këtu mundet më bëj ashtu. Jo vetëm unë, por edhe disa piktorë tjerë aty. Jep pak një pamje tjetër çarshis.
Jep një pamje tjetër, po kultura, arti, o lon pak si anësh. Sigurisht për të pikturët çdo ditë, prof, e dim që e bëm vullneti, e thë shumë mirë për të qenë ti ta kesh gjithat vullnet, të jetë çdo ditë në çarshi dhe mos të kesh atë brengen se jetë duke humb kohën shumë aty. Sigurisht ajo kërkon edhe një kesh një levërdi, të kesh edhe mjete, për shkak se harxhohen, çdo sent është që harxhohet, çdo sent që pikturohet, qoftë letrat, qoftë ngjyrat, kështu me radhë. Sa është e levërdishme të mbulohen këto gjërat, mos. Po shif, të gjithë këto materialet janë, nuk i kemi prej këtu, do të thotë janë prej vendeve të larta, prej Austrisë. Domethënë, këto edhe fletat i kemi, do të thotë këto fleta janë special për akuarel, do të thotë. Ashtu. Me ujë. Kur zato, do të thonë, akuarel është një ndër teknikat më të vështira, do të thonë, në art. Me ngjyra të vajta dhe me ngjyra tjera kur punon mundesh me bë përmirësime. Po. Kurse me ngjyrat e akuarelit, do të thonë, nuk ka përmirësime këta. Ato që e tërhoqe vjen, s'ka përmirësim më. Gabove, nuk gabove, shkoj më. Do të thotë duhet të jesh shumë preciz në këto pjesë, ose në këto hije këto, të jesh shumë preciz që të jetë e saktë. E saktë, po. Po, do të thotë ato pjesë. Po gabove, flet tjetër. E dyta, fletat nuk janë fletat të thjeshta, po janë fletat special. Po. Këto janë pambuk, 100% pambuk janë. Po. Ka shumë vende cilët, por je edhe shumë vite. Çarshia ka shumë vende për të pikturu. Të ka ndodhur ndonjëherë thush ndoshta ndalë se ndoshta u harxhum. Po pjesën nga të cilët u dasht. Unë çdo herë, do të thotë, kur dal nga shtëpia ose për në çarshi, do të thonë, pa bllokun, pa ngjyrat edhe pa ato mjetet e artit krejt, pa lapsa, unë s'dal. Se ka pjesë ende si ku punu. Unë mendoj që po ende si ku, se çarshia unë e përmenda edhe më parë. Ka rrugica të fantastike që janë të mira. Që njerëzit nuk i kanë pa ato rrugë. Po çdo herë mbaj unë blokin me unë, e shoh një pjesë aty, edhe me njerë do ta pikturoj. Me njerë e pikturoj, edhe e mbaj në atë blokun tim aty. E shohim që ka një ringjallje të turistëve më tepër. Ne e bëm pak një krahasim, prof, të themi para 20-30 viteve me tash. Ka një gjallëri, ka pak, e ka bë që kjo t'jenë edhe më interes vetë turistat, të kenë më tepër interesim. Po, fakti është që këto 10 vitet e fundit ka një fluks të turistave, mjaft turistave nga e gjithë bota. Do të thotë nga kontinente të ndryshme. Ka raste kanë ardhur Indonezia, Malezia, ka Alaska, ku di çka. Në fund të botës. Po. Vinë aty edhe patjetër kalojnë aty. Ka unë pak. Po. Jo e marrin një pikturë, jo e blejnë një pikturë, jo e shohin pikturat e mira, shumë mirë po vizatoj ke. Plumshin dorë, etj. Po edhe gjuhën këtu, dal nga dal, e mësuam. Edhe turqishtën, edhe gjuhën angleze, ashtu që po vinë turistët për çdo ditë nga një fjalë, po mbushet leksioni. Të ka shërbi edhe pak për ta mësuar edhe gjuhën. Normalisht, tash unë turqishtën nuk e di, po dal nga dal fillova ta mësoj, se po ka edhe turqi shumë. Kohën e fundit shumë turqi po ka. Cili është ai mendimi i kolegëve, prof, kur takoheni? Të themi, në shumë vende, në shumë qytete, ndoshta tjera, shumë pak pikturohet, kështu në qiell të hapur, themi. Ndoshta nuk e preferojnë gjithë, por ja ju që
jeni ndoshta ndër të vetmit që jeni një piktor që në qilë të hapur piktoroni. Unë kështu si anekdot do të thamë, se ndëgjet është, kaloj njerëzit aty, unë e piktore, ndoshta edhe ndonjëherë pak si ftavë. Edhe zakonisht ndoshta e kështu të moshës pak ma tre, thot ky budalla po nik ato gjithë ditën, thot çka bëj këto. Ai ndëgjoj unë. Ashtu. Apo kuptonë. Çka bëj këto, edhe parzet e poshtë, pak parzet do thotë e poshtë, edhe gjithë ditën thot ky budalla. Kjo vjen ftofta. Po jo, thot çka bëj këto këtu. Apo kupton, do thot nuk e se di se për çka jam unë këto. Po. Ose çka bëj unë. Nuk e dim peshën. Jo, nuk e di ai fare se e përmenda pak, duhet të kesit një kulturë pak më të gjatë të kesit. Ose shkollës, ose familjare. Duhet të mësohesin. Ki njeri këtu, po shkruaj ka diçka, po vëzatoj ka diçka. Edhe ti është. Apo më kuptona? Ashtu. Pak duhet mësohen, po mirë është. Do thot, ato po më shohin tash çdo ditë aty, po bile edhe po më përshëndesin tash. Punë të mbare. Ashtu. Kolegët si e komentojnë? Kolegët e shkollës, do të thonë, i falenderoj do thot, tash në qoftë se kur do ta shohin këtë emision, çdo herë kemi takime, çdo herë kemi biseda në sallën e arsimtarëve, ato unë i marrë edhe punimet aty, edhe punoj gjatë pushimit, gjatë orë të lirë që kemi. Ashtu kemi një bashkëpunim shumë të mirë në shkollën tonë. E përshëndesin ato që ndoshta je vetmi në çarshi që punon dhe... Unë kisha pas dëshirë të ketë edhe dikush tjetër. Jo vetëm unë. Dikush tjetër. Le të mirët me ndonjë portret ose diçka forma tjera të çarshijes, shembull. Le të ketë. Jo vetëm unë. Po tash pse jam unë vetëm i vetmi që ka po i merri këto. Profi edhe aq është po. Dihet. S'don se mos të pyesim se nuk e kishe ndru me as vend tjetër çarshin. E the edhe vetë në disa momente. Ku kishe pikturu prof në një vend botës përveç çarshis? S'kam qenë në Paris, nuk kam qenë. Po kam qenë për vende tjera. Zvicër, Gjermanie, Austrie, Polonie, Bullgarie. Kam pa unë shumë vende kam pa. Por nuk e ndroj. Me çarshin e vjetër nuk e ndroj. Jo. Jo. A cila teknika ma tepër në çarshi i piktoron? Të them të drejtën, para disa viteve kam punuar pak me ngjyra të vajt, para shumë viteve, më thonë. Por pastaj fillova në këtë teknikën e akuarelit. Po më duket një teknikë shumë më e mirë, për mua personalisht, por kam edhe lavërdi do thot prej artistëve të ndryshëm, nga Maqedonia dhe nga jashtë. Ashtu që kam pas edhe ekspozitat ndryshme, domethënë ekspozitën e fundit e kam pas, tash pas erdha ajo fjala, kam pas para 3 viteve në Turqi, në Stamboll. Ashtu. Po. Të financuar nga Ministria e Kulturës, me projekt kështu. Ati kam pasur një ekspozit bashkë me shokun tim me Romir Imamin. Kemi qenë bashkë. Pastaj në Zvicër kam pas 2 ekspozita, kam pas në Austri ekspozita, ashtu që këtu më në Shkup, në rrethin e, domethënë, në Maqedoni kam pas shumë ekspozita kolektive, personale, dhe shumë tjera. Ashtu. Do të vazhdojnë edhe më të jeni njeriu më i veçantë i çarshis. Derisa Zoti më jep shëndet. Inshallah kam shëndet një herë. Po,
edhe besoj që nuk do të ndalem kështu me ato brushat që i kam une, edhe me lapsat, do ta vazhdoj atë kreativitetin timat. Në Qarshi nuk mungojnë edhe nxënësit. Shpesh nxënësit në mënyrë ndoshta të organizume, vete, me arsimtarët. Ndalen prof edhe u shpjegojnë mësues të profesor se është gjë e bukur të bëhet, pse jo këtu një piktor, atje një këngëtare, dikun tjetër një tjetër kreativitet që bëhet. Po shifë, tje përmendë e parzët në shtetet e jashtme. Në shtetet e jashtme i ketë në për rrugë i ketë. Ashtu, po. Muzicienta, artista, me format ndryshme mirë, po këtu të ne, për fatë kesh, më duko se ka një dy atje të uragurit, kurse këndej, do thot, i vetë me jam unë që ka pikture këtu. Nështë edhe nuk ka edhe vend, po njerëzit edhe nuk e dinë se si të bëhet ajo atrakcion ose diçka tjetër. Më thonë, duhet të kej një drejtim ku do të jape një informacion, mundet këtu me vizatu, ose mundet me boj një performancë, do të thotë ta jo pjesë aty, që turistët jese ma atraktive për turistët. Ajo është. Kurse nxënësit ne eve ndorim çdo vit i qojmë në për galeri të ndryshme që ta dinë ku a galeria, çka është ekspozita, si bëhet ekspozita, çka është ekspozita, do ta dinë pak nxënësit. Edhe vendet historike pak t'ja shpjegojnë në Qarshi se ku kanë qenë hamamet, ku kanë qenë ato bezistene, ato kalaja, si kanë qenë, që kanë qenë, dhe me thonë, unë e paraqes në ato formën artistike, se si ato e shofin. Po historian shpjegojnë diçka tjetër. Po. Sa pikturën e vlerësojnë? Në disa momente shumë i reelaborove se do t'jesh pak ta ndjesh atë artin atë. Sa i vlerësojnë këtu të na pikturat? Prof, të ndodhë që dikush të porosit më pikturo këtë pjesë, këtë që ta kem në shtëpinë të. Po. Ka ashtu, më rrallë ka. Po, janë të paktë. Po, janë të paktë në ashtu që pjesën, du një pjesë të Qarshis, ose shumica kërkojnë urën e gurit me kalajnë. Në thënë është një simbol i shkupit. Pjesën do më thonë kalaja e lartë dhe urën e gurit, pak një pjesë e zetë Qarshijës, do më thonë ka që porositin, po të dhem të drejten këto që ka vinë prej jashtë, gurbeqarët, porosisin. Këto të vendit shumë pak, edhe pse nuk është tash shumë, do të punoj, po do të më vlerësu kjo. Puna që e punoj jone, edhe pse nuk është ndonjë çmim shumë i lartë, është një çmim simbolik. Sa të kem disa harxhime të kësaj, për qef ta kese një punim në shtëpi. Po këto nga jashtë që ka vinë, kanë interesim. Do të thotë gjatë sezonës të verës, kur vinë për pushime në për shtëpia. Ashtu. Institucionet japin ndonjëherë për kraje, prof, ka ndonjë model që përkrahen artistët në sidomos këto që janë si pjesë, si puna juaj që e bëni aty. Institucionet shumë, do të thotë unë personalisht për mua shumë pak janë të interesuar, edhe pse do të thotë çdo institucion ose çdo ministri ose çdo vend, do të thonë ministri kanë pjesë ku mundën të marrin nga artistët piktura. Do të thonë çdo zyre e ndonjë zyrtari politik do thotë kanë ka ashtu ligji që pikturat mund të miren nga piktor të ndryshëm. Por unë personalisht nuk kam ashtu ofertë. Ka disa kolegë që kanë dhënë disa piktura edhe do thotë me piktura do thotë me një vlerë shumë të mirë.
Ashtu. Po. Këto ekspozitat e the edhe vetë se ke marrë pjesë edhe në vendet tjashme, por edhe në vendin tonë. Ekspozitat kur hapen, prof, sa ka ati interesim? Po shif, une ekspozitën e fundit që e patën në Turqi, ka pas, do të thotë, po folit tash për jashtë. Jashtë, ashtë. Pastaj kthehem, interesimi ka qenë, do të thotë, shumë njerëz ka pas. Ashtë. Pa, shumë njerëz ka pas. Edhe në Zvicër, kur pata një ekspozit, do të thonë, jo vetëm që ka pas njerëzi, por ka pas edhe shitje. Ashtë. Ka pas edhe shitje të pikturave. Do të thotë, kanë qenë në teknikën e akvarelit, por kanë qenë në formate pak më të mëdha. Ashtë. Aty jam përgatit, do të thonë, një vjet jam përgatit që ta mbajmë një ekspozit. Kurse këtu, të them të drejtën, më varet se kush bën ekspozit, po shif, nuk është me rëndësi kush, prap se prap, artisti duhet të vlerësohet. Kemi artistë që vinë nga Kosovë ose nga vendet e tjera, për fat keq ti i shef në salë, 20 vete ishe në salë. Do thotë duhet kese pak më shumë të interesuar. Vinë të shofin. Nuk do thotë që do të bleshte, po të shofish pak, të shofish një kreativitet. Të largohesh pak prej asoj botës të kompjuterave, ishte të shosh në gjyra të ndryshme. Ajo është. Sigurisht. Ajo është krejt. Këtu kemi disa piktura, prof. Do të na i shpjegosh pak më shkurt cilët janë dhe cila pjesë është kafe e Qarshis? Këto janë disa, shive, këto janë disa rrugica të rrugës Serava janë. Ashtu? Po, ashtu i kam marrë unë, verës kanë qenë to, me to hije që t'jesin, po tash i ndërtojnë, ndërtesa shumë tjera edhe humbin këto shtëpiat e vjetra këtu, po është si një lagje, do thotë, është një pjesë shumë e mirë këtu, ku e kum kapunë. Pastaj e kemi është edhe një pjesë tjetër, e kjo është pjesa shumë interesante, është kjo pjesa këtu. Shif. Kjo, po tash këto nuk janë. Po. Janë ndërtu disa objekte më të mëdha që kanë humbë edhe vlerën, edhe kanë humbë identitetin e Qarshis të vjetër. Shive këtu. Të gjithë i kam detajizu, do të thotë tamam se si kanë qenë. Kjo është para disa viteve. Po. Do të thonë para 3-4 viteve. Do të thonë ka një ndryshim. Ka një ndryshim. Edhe kjo pjesë është shumë e mirë, to. Edhe kjo pjesë. Po. Po. Kam disa pjesa, këtë pjesën e kam kapë xhamien e Sultan Moratit. Ashtu. Lartë, është pjesë shumë e mirë, ku janë këto hekurat to, edhe pjesa ku shifët to lartë. Shumica dritareve në për hamame sendi janë në këtë mënyrë të... Po, është një pjesë, dhe më thonë, shifë, edhe nartë dush të di se qëfar pjesë e kapë, se gjdo pjesë nuk është, do të thotë, për atë artistin, dhe më thonë, mund është të vizatosh, po nuk dalin çdo herë të mirë, do të thonë, prej 20 punime me dalë 10 të suksesshme, ajo është mirë. Mirë. Po. Jo krejt. Përgjithë, a? Po, jo krejt, jo krejt. Prof, presim të një ekspozit tash ma shpejt, ndoshta si vjeta. Po nuk e di se unë vetëm mora pak një pjesë të punimeve këtu, se kam edhe tjera, kam shumë, po. Po, besoj që se di do ta trumbullaksoj tash prej viteve 80, do të thonë, afër 86. Ka një 40, prej 86, do të thonë, kam fillu kështu tamam të pikturoj. Po. Do thotë,
Po, ndoshta... Kjo do në thotë që presim dhe një vit jubilar, apo? Po, me siguri, ashtu po s'du ta shpalozim. Jo, njerë, po... Po ta nga ta nëzirëm pak diçka. Po, me kësmet, ndoshta do të bëhet. Ndoshta do të bëhet, 40 vjetori, 42 vjetori, ashtu, tashu do ta trumbullaksoj, do më thonë, krimtarin time. Po. Ne të dëshirem që t'jesh edhe shumë vita ati, në pat pjesë të qarshis, të flitet ende për punën që e bëni ati në vend të bukur dhe edhe më tepër e zbukuroni ju ati ku jeni, dhe për të pas në emision për ndoshta për vitet jubilare dhe për atë kulmet e karrierës tuaj, prof. Ju faleminderit për ftesën, si shtëpi, dhe besoj që do të shihni edhe shumë surpriza tjera, vetëm të kemi shëndet. Sigurisht. Faleminderit edhe njerë për kohën, edhe pse sot të ndam nga Qarshia, por ja vlejti t'jemi me shikuesit. Patjetër. Shumë faleminderit edhe njerë. Të nderuar miq, do të bëjmë një shkëputje të shkurtër për të rikthyer përsëri në studio.